Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërinj. Ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV. Ju faleminderit shumë që më qëndroni besnik dhe besoni lajmet e mia. Tani dua të komentoj le ta quaj një histori nga ku je dhe çfarë bëhesh vetëm në besimin në Zot. Megjithatë, rruga e tij drejt finales nuk ishte e lehtë. Kështu ka nisur. Besarti përballoi shumë sfida dhe përplasje me banorët e tjerë, por gjithmonë qëndroi pa lëkundur. Një nga momentet më të diskutuara ishte përballja e tij me Xhivanin, ku tensionet u ngritën në nivelet më të larta. Por gjesti gjithmonë u tregua i matur dhe i qetë, duke mos u dorëzuar përballë asnjë sfide. Gjesti tregoi një vetëdije të thellë për vlera që përfaqësonte, dhe kjo e bëri atë të fitoj zemrat e miliona shqiptarëve. Ai u bë një simbol i besimit, punës dhe dëshirës për të arritur diçka më të madhe. I natyrshëm dhe i sinqert, ai tregoi audiencës se pavarësisht prej ardhjes së tij të thjesht, çdo njeri ka mundësinë të arrijë sukseset në jetë. Përfundimisht, pas një rrugtimi të mbushur me emocione dhe sfida, Besart Kelmendi Gjesti shpallet fituesi i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Ky moment ishte një nga fitoret jo vetëm për Besartin, por edhe për çdo njeri që beson se mund të arrijë gjithçka me punë, durim dhe besim. Në momentin kur ai mori çmimin e madh prej 100.000 eurosh, ai nuk mundi të fshehë emocionet. Në fakt, ai shpërtheu në lot duke falendëruar Zotin për mundësinë që i dha dhe duke e konsideruar këtë si një bekim për të gjithë familjen e tij. Unë jam shumë falendërues për Zotin edhe për çdo moment të jetës sime, tha Gjesti në fjalën e tij përshëndetëse. Kjo është një mundësi që nuk do të harroj kurrë. Ky çmim nuk është vetëm imi, është i të gjithë atyre që më besuan dhe më mbështetën gjatë këtij rrugtimi. Për Besartin kjo fitore ishte më shumë se një çmim. Ajo ishte një mundësi për të ndryshuar jetën e tij dhe të familjes së tij. Ai e dinte se çdo hap që kishte bërë e kishte çuar drejt një jete më të mirë, dhe ai nuk do të ndalej këtu. Ai e shihte fitimin e Big Brother VIP Albania si një mundësi për të shprehur falënderim ndaj atyre që e ndihmuan dhe besuan në të. Dhe kështu një djalë nga një fshat i vogël, i njohur vetëm nga ata që jetonin rreth tij, arriti të fitoj zemrat e miliona shqiptarëve. Besart Kelmendi Gjesti nuk është vetëm një fitues i një reality show, por ai është një simbol i shpresës, përpjekjes dhe besimit. Ai është dëshmia që çdo ëndër mund të bëhet realitet pavarësisht nga rrethanat dhe vështirësitë që ndesh. Në fund ai ka një mesazh të qartë: kur mos i çdor nga ëndrat tuaja, asnjë pengesë nuk është e pamundur ta kalosh. Në një fshat të quajtur Pavlan në periferi të Pejës, lindi një djalë që asnjëherë nuk do të mund të parashikonte se do të bëhej një emër i njohur në të gjithë Shqipërinë dhe Kosovën tonë të dashur. Besart Kelmendi, i njohur për të gjithë si Gjesti, ka kaluar një rrugë të vështirë të mbushur me sfida të mëdha, por përpjekja dhe shpresa e tij e pamundur e çuan drejt suksesit të jashtëzakonshëm. Rrëfimi i tij është një histori e guximit, besimit dhe ngritjes nga armiqtë të jetës. Gjesti lindi në një fshat të thjeshtë dhe të qetë. Pavlan, një vend ku jeta nuk ishte kurrë e lehtë. Fshatrat e Kosovës, sidomos ata që janë më larg qendrave të qyteteve, janë të njohura për vështirësitë që përballen banorët e tyre. Jeta e përditshme e Besartit ishte një përpjekje konstante për të siguruar një të ardhme më të mirë. Familja e tij përballohej me mundime të përhershme, por ato gjithmonë kishin shpresë dhe besim në një të ardhme të ndritur. Besarti u rit në një familje që i dha shumë rëndësi vlerave të thjeshta, si puna, respekti dhe besimi. Nga një moshë e vogël, ai ishte i mësuar të punonte në bujqësi dhe të kontribuonte në shtëpinë e tij. Ai shpesh tregon se si ndihma për prindërit në punët e përditshme ka formuar karakterin e tij të fortë dhe të paluhatshëm. Nuk ishte e lehtë.
thot Gjesti në shumë intervista, por familja më ka mësuar të vlerësoj çdo gjë që kam dhe të mos dorëzohem. Përmes punës dhe sakrificave të familjes së tij, Besarti kishte mundësinë të shkollohej dhe të kërkonte një mundësi për një jetë më të mirë. Megjithatë, ai nuk e kishte asnjëherë menduar se do të kishte mundësinë të bëhej një yll televizioni. Ai nuk e kishte mundësinë të shumta për të zhvilluar profesionalisht në fshatin e tij të vogël, por gjithmonë kishte një ëndër të madh realitet. Në vitin 2021, Besarti mori një vendim që të ndryshonte gjithçka për të, pasi kishte kaluar vite të tëra duke punuar në bujqësi dhe përpjekur të mbijetonte. Ai vendosi të aplikohej për të hyrë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Ky ishte një hap i guximshëm, pasi ai nuk kishte asnjë lidhje me showbizin shqiptar, nuk kishte asnjë presion, nuk kishte kërkuar kurrë famën. Ai kishte një dëshirë të thjeshtë të tregonte historinë e tij dhe të tregohej si një njeri i zakonshëm që mund të arrinte sukses. Hyrja e tij në Big Brother VIP ishte një moment kthese për Besartin. Ai hyri në shtëpi si një djalë nga një fshat i vogël, pa asnjë përvojë të mëparshme televizive, por një shpirt të fortë dhe një këmbëngulje të jashtëzakonshme. Pasi kaloi fazën e parë të konkurrencës, Besarti filloi të bëhej gjithnjë më i njohur për publikun, por personalitetin e tij të sinqertë dhe natyrën e tij të dashur nuk ishte vetëm mënyra se si ai prezantoi veten, por ishte sinqeriteti i tij dhe thjeshtësia që e bënte atë të shkëlqente. Unë mendoj që me vërtetësi, sinqeritet dhe modesti, jo duke shikuar qiellin, sepse këto artistët të cilët futen në për reality show, marrin famën, nuk e përdorin modestin, domethënë nuk e kanë vërtetësinë e tyre, janë të vdekur. Çfarë kishte Luizi dhe Gjesti në një rast, nuk kanë asnjë gjë të përbashkët, sepse Gjesti dhe Luizi nuk janë askund me njëri tjetrin për zgjuarsi, Luizi është stratosfer, por atë të përbashkëtën e kishin vërtetësinë. Dhe mendoj duke patur besimin në Zot, pa marrë parasysh çfarë fe është, mund të arrijë qëllimin e tij të realizon. Dhe Gjesti, duke qenë i vërtet, duke qenë i sinqert, duke qenë një djalë pa filtra, duke qenë një djalë pa urrejtje ndaj të tjerëve, jo dëmtues ndaj të tjerëve, arriti që të merr trofeun e tij, atë trofe që Gjesti në fakt e ëndëronte, atë trofe që Gjesti e mendonte gjatë gjithë kohës, dhe sot është aty ku është. Nëse vazhdojmë gjithmonë duke u lutur Zotit, ne marrim atë që duam.